Nuk është vetëm taksa prej 10% e vendosur së fundmi nga administrata presidentit Donald Trump, ajo që përbën shqetësim në raportet ekonomike mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Mungesa marrëveshjeve bilaterale për investimet dhe heqja e tatimit të dyfisht ka bërë që mundësitë për të përfituar nga programet e preferencave tregtare të jenë të kufizuara. Kjo është evidentuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili flet për klimën investive në Kosovë. Kosova nuk ka marrëveshje bilaterale për investime apo tatimin e dyfisht me Shtetet e Bashkuara. Trajtimi padogani i Kosovës si eksporteve të caktuara në Shtetet e Bashkuara sipas programit të përgjithësuar të preferencave skadoi në dhjetor 2020. Deri më sot Kongresi i SBA-s nuk ka riautorizuar programin GSP. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thotë se nga programi i cili ka skaduar që 5 vite, kanë përfituar mbi 300.000 produkte nga Kosova. Parashikohet sa ka qenë në fuqi sistemi përgjithësuar i preferencave, njohur në anglisht me shkurtesën GSP, e që mundësonte Kosovës të eksportonte diku mbi 3.500 produkte pa i ushtruar detyrimeve doganore. Rregullat e origjinës kanë qenë shumë të lehta, domethënë që një produkt fitoi origjinën, këtë rast të Kosovës nuk ka qenë shumë të ngarkuara. E paketa masave tregtare që vendosi së fundi presidenti SBA-s Trump përfshin të gjitha shtetet dhe administrata amerikane ka quajtur këtë masë reciprociteti. Kosova aplikon taks doganore 10% ndaj produkteve të SBA-s, e cila është e ngjashme për të gjitha vendet me të cilat nuk ka marrëveshje të tregtisë së lirë. Kosova ka nënshkruar marrëveshje për tregti dhe bashkëpunim me Mbretërinë e Bashkuar, ka një marrëveshje për tregti të lirë me Turqinë, si dhe ka filluar procesin e anëtarësimit në Asociacionin Evropian për tregti të lirë.